I shkon njani, e kish pas një qenë, po si shkon e fështirë si kur kë. A i zbej ke zo heq. Vishin gjinja, thirshin të dyrt, hishin në bërë, a i heq. Dikur i zët i shpis, tha vallaj, tha, s'po di që ka më bojsh do me qurë të Kovaqi, tha mi dhonë uj egrë, tha nashta bëhet pak ma i fështirë. Edhe e qoj, hini të Kovaqi pi kalzën, tha këm pru mi dhonë uj. Tha po mëre, merë tha, shtinja kryt, tha, këtu nërmje komve maje mirë, tha. A i Kovaqi të murë moshën e nëzet, atje të kuqme, e t'ja kapi bishtin. A i qenë as një as dy kur t'ja kanë gjitë zotit në kom. Edhe ky bërtiti pja bën Kovaqi, do mi dhonë uj, ma. Tha jo, mërë, tha shfarë, tha se kur t'më hanë mu, tha tjerë t'i mytë krej. Ha, ljezitë. I kish pas njoni një dy djemë, po njoni i pahajrë. Nuk punoj ke, nuk një goj ke, po letana po dhe i bike dëshëshni aty e peshin e një ditë e erdhe në gjys dite të shtren pijen bashkë edhe po rrinë po pinë. Baba i ngrat muhen këtë që asaj dhe punoj ke diçka po mi u thonë diçka s'moj ke hajt. Pinë dhe në akshëm, hinë mrena nod edhe aty deri në gjys note. U qunë të nestrit, apet të shtren pijen bashkë. A i rogtari i ti i këshpalshu lëpt, i këshpaqu më pi uj. Edhe tu i këthy aty të dyrt po del, kë tha, ku i patë, tha lëpt, valla i patë, tha më pi uj të proni. Jo, tha ktheja pet. Tha, pse mi këthy mërë, tha kanë pi uj. Jo, du të më pija pet. A i pekqyr rogtari, dikur a i djalli ati që pike me ata shok të vetë penin. Tha, baba jenë men. Tha, lëpt kanë pi uj një herë, tha, qa bëdë mi këthyja pet. He, mërë djalli jem, tha, këto lëp, tha dhe, po pikan vesh një herë, e ju pej djeshit, pak put hiq, thini të ja da pijës. Aga i Rashkocit, i shkon njeri meqëm, po edhe pleqnar. Qohet një ditë veshët e mathët e, po dalë sot pekqyri i ratin. Del në parara, livadhe, e kish pas edhe një vesh të mirë. Shkon vesh, unë gjëtë s'kaj një gjigje, e hanë do rush, edhe nëzirë kutine, edhe jazi duhan. Kur që më shhupe i shpije, e harroj që libarin aty të gjigja. Nëse shkojnë shpi dhe ishin pa arë një 2 vetë për i pleqni. Po, e kish pas zanat, pa e dhez njëherë një cingare nuk janë nisë ke pleqnisë. E nëzur kutin e maroj duhanin, po kur pe lyp që libarin sash në përgjepa, i ra nërmen që i ka harru të gjigja. Edhe pju thët atyne, tha, qërë tha, unë tha, këm nisë mu plake, gati që e këm lanë këtë punën e pleqnizve, që tash vjen djali, e ja u danë këtë hesap. Ata i thojnë pse a bënë djali, a po mërë thot qëshja. E thiri djalin. Tha, hajde babo, tha se i narë sa 2 vetë, tha, edhe mja u da qëtë punë. A djali tha, ja, tha, bab, qfar, tha, sa tjetë gjallë ti, tha, unë më da pleqnia.
Qërë bërë tha, unë me ditë sodit që të punë e lash. Pse bërë babë qka u bo? Tha, për të kalëzoj, kesh tha në vesht, e dheza i dohon atje, tha, edhe e kom harru që libarin. Qështu thët moj ma harru edhe diçka në Pleshni, e me lanë Pleshni në Mangu, e sa marrë në qavë dikon, ma mirë për lo krejt këtë punë. Një babë kish pas veç një djallë. Edhe një dit i erë thirrja djallit për më shku asjerë. Tash baba u shtu, qka më bon, vetë plak, kush me këqyrë, edhe pse i shkona det, kush e ka veç një djallë mos m'ja marr asjerë. Po, kish dro, shkoja pet edhe taj komandanti atje dhe pi kalzën. Tha vallai marrë më të kalzu që kam veç një djallë, e i ka orë letra për më shku në ushtri, po s'ka kush me më këshyrë. Pi thët komandanti, nuk moj më të besu në ty. Qka di unë e ki veç një djalla ma shumë. Ani, thët më shku edhe me mi gjetë 2 pleq ka 124 vjetë, me mi prun këtu i spat. Deli shkreti vetë në për do katune, anej, knej, po ku më gjetë plak 124 vjetë. Dikur tesh njonin edhe pja kalzën halin. Tha qështu. Tha unë për të mësoj. Shko tha merri, tha ka 124 lira. Por ata 2 pleq. E qoja tha komandantit. Shkoja i të shpia, i mur ato, po hen të komandanti. Tha tha, ja qiti lirat aty. I tha komandanti që tash shko të shpia rrish lirë se po të besoj. Në nej dë burra po bojnë laf, një plak i shkon qëllu aty, tha, Allah ile, apo më kalzëni sa ftyra i ka burri. Ata dhe, thanë pa i burri, një ftyre ka. Tjetër si që atje, pa i burri s'munët, më pas shumë ftyra, po nej se një ftyrë. Ja, tha, ju kalzoj, burri tha i ka 3 ftyra. Burri që është i nërshëm, që bën punë të mira, e ka ftyrën e bardhë. Burri që merret me rishfet, e bën hile, e ka ftyrën e kuqe. Se kur të hen në të bime, kur të hen në otë burrave, a i kuqet së tonë e din. E burri që bën punë të liga, a i ka ftyrën e zezë. Një farzek Salahi i Laushës i shkon njerë Belezhi. Kish pa rrejnë njerëze, bësa kish pa vraje. Edhe një dit, del në përkatun e teshët njonin, pi thëtaj, zeg bre, tha o ja, Allah i le tha, ki rrejnë njerëz. Tha vallaj, po, tha, kum rrejnë sa kum mujt. A ki vra? Mërë edhe kum vra. Tha a mundet më të rrejnë, tha, kush ty, Allah i le. Haj, tha, shka jetu thonë, mëre? Mu sa më rrejnë dikush. Ja. E më të vra, a mundet kush? Që tha, paj, s'ka djallë nanë, tha bre, që janë ngre gishtin, tha më vra mu. Tha, një kërkuj si tutësh, a? Heq, tha, si tutë, në kërkuj.
Tha, e Zoti tha, mundet më të vra bre Zek? Pa i Zoti tha, mundet më vra. Heo, tha Zek, më se lash Zoti pa të vra. Ramadan Shabani i Kievs del një ditë në pazar. Pa e në ta neje, kneje, pinin njerëzit, gjithë kush për veti, hajde këta, hajde ata, hajde, po njoni për ty në bërtit kësi ma fort. O, hajde molli i mirë i lirë, hajde këtu molli i mirë i lirë. Ky dhe ju afru, tha, ka dalë për burë, tha se molli i mirë edhe i lirë s'munët më konë. Jo, tha të unë qashtu e ki, tha, edhe mirë edhe lirë. Nalju ka dalë. Në koftë, tha molli i mirë. Lirë nuk bën mushit, se ti hup. E në koftë vallaj lirë, më sprit, tha shumë për ati molli. Në nejtë burave, ishin konë mbledh, të më thonë prej ka mosit musafire po flasin e aty ishtë qilua Binak Shabani. Dikur njoni pja bën, hajde Binak, tha, falna ati diçka, tha, se ju keni fjallë. Tha vallaj, tha, zdi, tha qa më full. Që një më të mëtë, tha jëm da për i vlaznive, tha jëm me të vesh me gru. Ish pas emin gruja hum. Tha vallaj, nuk di që kam ju thonë vesh, një kalzofsha fjallë të humës. Njonit i vjen një musafir, edhe po rrinë nëtë, po bojnë lafë. Pe vetaj musafiri, zëtin e shpis, tha, qaj ki punt me moshkuje me sene? Tha, derisa nuk e kum pas tihën në shpi, i kum pas punt mirë. Po më ka hi tihja. A i tha, vallaj, tha, s'po di, qka është kjo tihja, tha? Hish, tha, si jam të marrë vesh. Tha, po, tha, se sa o konë uni, i kum pas punë të mirë. O, tha, që tash ma ki hup krejt. Tihja, uni, tha, vallaj, tha, nuk po di, tha, kalzëm, tha, pak mama, mirë, tha, se, tha, po të kalzëj. Për para, tha, kur e kum pas punën në renë, e moshkujt, kur ju thësha, kur shpërshkon nesta në mulli, ata, unë ola shkoj, atjetë, jo, unë shkoj, jo mërqe unë. Qashtu, tha, ju thësha më dalë në pazar, më shku me gjan, së cili që thëjke unë, edhe punë të kryshin, që është mas miri. E tash, kur të thëmë kush përshkon nesta në mulli, ja bojnë njoni tjetrit, shko ti vëlla. A tjetër jo vëlla, shko ti, së në smoj nesta. Qashtu tha për më shku në mal, qashtu më shku në arë, më punun, më livru, qashtu për më shku me gjan, veç shtyhen. Jo shko ti, edhe punë të po jesin pa kry. E nesh, tha, tihja për ta fik këtë dere në shpisë. I shkon njoni fort punëtor. I vym me sabah herët u qojke i në gjithë ke kitë. Shkojke narë, livrojke, mjelke dridhë bardhë. Po, ka gjysa ditës, kur i nalë të kitë më pushu ju lëshin, a i vend që më pushu dikun më hi nërhije, shkoj kemi disare, ja kish panis me rmin i bunar.
për ditë që ashtu rmeke, edhe kur shkoj këtë shtëpia as gjumi mirë se merë këtash të prit kurpi del ujë. Një ditë u qunë natje herët e murë zgjedhën në krah, i qiti kitë për para pi gra. Më shku narë atje mi në gjitë në parmenë dhe më livru. Kur shkoj narë, tha, hajtë tha për shkoj të bunari herë për këqyri, a më së dal uja, më së shrem bunari. Kur afrua të bunari, peshen një uk ka të lasë në fund bunarit. Dikun e këshin pa një qetë natën e uku bjen në bunar. Ky dhe kur e she, qyshe pat zgjedhën në krah, u mënu mi dhonë fort, e mjahi ukut atje, e t'ju nga të ru zgjedha në kryet e ngrehit të poshtë në fund bunarit edhe ky. Kur ra atje të shashtris për jukut, të mosh zgjedhën e qiti për para, tha, qyre tha, rrira hat, as më së mëngoc, tha, as nuk në ngoci. Një djallë i thët babës vetë, një ditë thët baba Allahila për mjep izë, të merna me një farzanati pa domin e shpisë. Hajtë, thët baba, qka bën djalli, shkon në malë e ti mosh dhe thas me dushk, mi shit për duhan. I bjen të shpia nejse me kali e niset për pazar. Të shku ullës, pesher njonin edhe aj e kish ngarku kalin që ashtu me dëthas. A mo i erdhe, pi thot a i ka dole, po ti, pa i po erdhe. Tha, pja bën a i këti, tha, qka ki tha në thas, ky tha, Allah i kam, tha, duhan. E ti në ta thas, tha, kam valla arra. Edhe aj, si ky, i kish mosh thas me gogla e dhe kemi shit për arra. Ky edhe pja bën që dhe kemi shit dushk për duhan, tha, a din qka, tha, sa hjekum zërë dalim pazara, ne kneja, muj mi shit ajo, a ti bojmë tram? A i tha, po mëre, i shgarku në fast, a i mor dushkun i qitin kali, ky goglat, edhe o nesën, bile të shku të shpia të ungut, mës pëhetën gjaja, mës pëqel thas mi këqyr, aja kë. Shkoj këtë shpia, kur i qeli thast gogla. Aja tje i qeli thast dushk. Peja të herë të met fjalla dushk për gogla. Jemi në odën e Rifat Gecit, një odë shumë e mirë, odë do të thotë e punume me dru, që është në stilin e oda të dikurshme, po kuptohet pak e moderume, mirë po shumë e qëllume, sepse në këtë odë Rifati pret musafir, edhe kur i vinë djemt për jashtit, do të thotë bojnë neja edhe knaqen. Not bura gjithmonë ka pas muhabet, ka pas fjallë, ka nërë musafir për në të nënve, edhe kanë lonë fjallë të mira. Edhe kanë thonë, o da konë shkollë, kjo edhe është e vërtet. Njani prej lapit e kish pa lypi qik në Dugazhin. Edhe e qënë një mësit taj Dugazhinsit, edhe ishin konë ushtar me ta. E kish pas edhe jaran, po e kishin paqu fort mirë atje në asqerë për para që kanë thonë,
Edhe tash po dënë me bo dhe mik. Shkon mësiti atje, pi thot ati qështu filonim ka bo amanet gji, me ta lyp qikën për djallë. Po me nëna i tha, jo, s'moj mja dhonë. Pse bre tha? Shpije mire, bësa djalli mire, punë të mire, me mallë, me sene. Valla jo, tha, nuk moj për një punë. Ha, tha se më lyp qik edhe pare largë, tonë mendojnë që i ki prish renet krejt me ata tut asaj dhe e po lyp gide diku ma largë. Sali Kajtazi i shkon burri mirë. Kish pa thonë, biro, si vjetë merë në thu, e në më të rëzohesh. Edhe shko ka të shkojsh, a pet të korita jo të ki ardhë. Do burra të nejtë një farveni, po flasin për pashën e Shkupit. Dikush për livdën, dikush jo, s'është i mirë, dikush anej, po njoni tha, a din qka tha burra, në koft pash tha është për veti, për punë të mija t'jëm pash vetë. Aty edhe që dha një farë munafiku, edhe flutërim e shkën të pasha i kalzën. Tash pasha thët, firma një mua të këtu. Shkon kjo hen aty të pasha. Thët, a ki thonë të qështu, thët, po, vallaj. Thët, pse? Thët, po të kalzoj. Unë në shpin e kom ligsht me garë të rëthume. Besa tokën atje arën ku punoj e kom kogja largë. E gratë ma bin bukën. Veç kush nuk gudzën një fjalë mja thonë. Se e kom për me rujt erzin temë, e nerën teme, e për që ata ku më thonë për punë të mija të jem pash vetë. Thët, pas ke full me ven, edhe pasha e faltët e të shkopi shpije. Dalin do gjahtar në malë, më gjujtë, me pushke, po se këshin pas zanat, qaq, veç dullën qashtu, edhe të nejtë këshe i nëzun, pritat, pa i zdishin as pritat mi nëzun, ka përcjen gjeja, ka janë ato vene, edhe ju dull një lepur. Të gjujtën, e smujtën me vra hiq. Po ja nisën, njoni po thët, tha vallaj, tha unë ja ku mësy kamën e parë. Aj tjeti tha vallaj, unë kamën tjetër ja ku mësy. Tjeti po thët, vallaj, unë kamën e mram ja ku mësy. Aty po ka përcen një udhëtar e pinin këta të folë. Edhe tha, o, prit në lepurin me një kamë, bre. E kish pa mjell njone dhe bostan, po nuk e kish pas zanat fort me punu e s'ju bon hiq. Edhe vera thot, ligsht. Po, shkoj ki ka e rrike që aty të bostani, një dit, po bin që asa dhe një 3 vetë, kjo edhe tash s'po din që më bo. Mi thirë për bostani i ligë. Mës mi thirë, edhe ashtu së bajke, dikur pja bon, o, byrë një bostan, tha, se vallaj të ligë është ishtë mushi me gjithë naj një. Tha se, ma mirë, tha, pekoriti bostanin, tha se vetën. I shkon njoni, ko gjatë që fli më dalë më gjujtë. Deli ditë, pa enët në përmal, a neje kënej, po nuk mujti më vra kur gjo. Ka këshomi unë nesë të poshtë, më shku për i shpije,
Peshes ka jullën një ukë cëft. E mure shtinin thes, e qitin krave për zgjirgët. Shkoj të shpia, laq aty në bërë. Pisat gruja a mujtë njëri ka dalja u lodhe, pa ju lodhe vëllaj, ko gjafort, tha se e kom vra juk, sa të dijet. Edhe të nejt, s'di shka dul gruja dhe shka në bërë. U këthy sa pasha zotën mërë njëri, u mushë borë, tha uq. Tha zaher për qatë ukë që ja u ki vra. O, tha del thuju vëllaj, cëftë këm gjithë se nuk e këm vra une. E janë dë njerëz që krenohen me dë punë, të liga, ja këm bo këta, ja këm bo ata. Po, ku t'ju vjen njeri të dira, thot, jo, vallaj, unë s'kom thonë, jo, vallaj, unë se kom bo. E nesh, do të më rujt për i punëve të liga. Do që ban të i rujt gjonë në fush, ja nesën për flasin për he. Edhe për thot njoni, tha, vallaj, tha, me mishe pasull, tha, nuk ka. Ma dihova. Dikur tjeti, tha, ja, mirë, tha, mishe pasull, tha, të mirë është, tha, veç, me mish e lakna, s'ka mi tu, ma dihova. Atëherë për flet tjetëri, tha, jo, valla, mirë, tha, këto që tha t'juve që me oriz e pite, mi to badihava. Dikur njësi ma onësh për thët, a, mërë burë, tha, po e a me lish baklava. Ata dhe, pse, tha, ki hongër t'i baklav të shirit në jera, tha, jo, vëllaj, tha, vish më ka pa kalzu një shok, tha, që ishtë fort e amel. Mo t'i kanë majtë kual, edhe për më punu, po edhe më shku dikun, po dëshpia që i kanë pas senet pak ma mirë, që në konë ma zingjina, kanë majtë edhe atlarë, atë kije. Edhe më dalë në përmish, po o kona det në përdasma, i kanë në shu kualt, në vrap kush për deli pari. Bat një dasëm ka tën, edhe shkojnë aty me atlare, po njoni e kish pas vesh një kalit Samarit. E tash atlarët kishin pa bu 60 lira, mi ble e kali i Samarit 40 lira. Pa e s'kish pas mundësi ma shumë dhe shkojnë atë dasëm aty me kali. Ora nesën aty një farë livadhi, edhe u nesën në vrap, kur më rrinë fund livadhit, u nalën. Pisat ky, që ke me kali, pisat njonit, tha, vallaj, tha, që ky kali jam bëllë fort ka nga. A i tha, po, vallaj, tha, po, tha, kunrej i 40 lirave, mirë, a i në takat dvetin. Odat e burrave kanë pas rëndësi për shumë sene. Dhe më thonë, edhe jenë prit musafirt, po në odat burrave jenë mbledhë dhe plesht, kanë bo marime, kanë pajtu nga të resa, kanë pajtu bësa dhe gjaqe. E sigurisht edhe në katunin e juve atje ka pas këso rast edhe kësha pas qef pak me na kallzu ma te për rreth këtyne maresave. Maresat ata i kanë bo të me në katuni edhe në të bu krejt. Aty edhe në shku me një uët, për shansë me shku në uët me të sferis Bajramit. Edhe kanë qitë senet në aty, edhe kanë bo maresa edhe
kanë bu burni edhe i kunë tëna. Nuk ka pas nevoj për shembull me shku larg atu, se ata i kanë kryer senet gjithë vetë. Nuk ka bun lazëm më shku kërkun masish, se janë konë gjendë mërin, gjendë mashëm, gjendë punëtor, gjithë tëna e kanë pas. A të kujtohen me në ata ples që kanë bo marisa në të kohë dhe ma vonë? Po, unë konë mas pari, Bartalla Usha, Behram Reza, Feris Bajrami, edhe Tao Beka, edhe Tajr Haziri, edhe konë një i konë pe babajës, jo konë Selma babajësi, edhe konë Jamonishi, konë Ramadani, Halim Monishi, ta në konë një kabile. Edhe një konë Murat Debrani. Aty në konë 4 kulla ranë. Kjo konë mas kësore Feris Bajrami. Ta konë pas mizë. Nese, dashte, u shku një i Lausës të Ramada Shabant. Edhe u shku i ka kaldu pekojt, i ka kaldu krejtë soat, si thot une, thot i kësyri senit, po ju e keni Bartalla Ushën aty, nuk i ma nevoj me orë, këtu se aji do në senit këtë katunin e Laushës, i një katun maj pori, ndërënis, maj mundhe, aty do një senit, si për plesnis, si për maresa, si për nga të resa, si tëna. Një nane kish pas një djallë, edhe valaj hiç që i harit tja, pa kish pas zanatu livdajke. Në ditë të nejtë në barsh aty, nana unë gjënë stëllë marajke gjypnirë, kjo edhe janë nisi, alla moj nanë tha, po trimi që jam. Aja të maru gjypnirë hirë se këshyrke, po tha i loke, po dijen trimnit që i ki bo. Nejtë dhe pak, tha, branon fort jam i meshën. Po, për thët nona, po dijen pleshnit që i ki da. Dikur, valla non tha, edhe ma punëtor se unë në zërë, tha që mund është me gjithë dikon. Aja nona tha, vallaj tha, po bre loke, po të kalzojnë punë që shiki. Njoni e kish pas një djallë, po e kish pas të pa hajrë. U mundu me mësue, me rrethue, neje po badihova. Edhe i thëjke mërë djalli jem, kurrin sënë s'ki mu bo. Dikur moja plasi barkun, e vlad po badihova, e qiti krejt për shpije. As nuk negoj, kas s'punëj, kas heqas. Shkoj djalli hajt e mur botën në sy. Po qysh i erë dhe sapi, i shkon bo pash. Edhe haku bet i erë puna, ma arë pash në katën dvetin. Kur vjen në katën aty, i vet ata, thët, a gjallë filoni për babë dvet. Ata i thojnë po, valla. E qënë nëse i men, thët, shko të filon njëri, thët, thuj, nestra më ardhë të pasha, të kathirë. I thët, aj, po tash, babën e kapi farë kasaveti, i farë droje, se i shkona det, pasha kur arë mas pari më sunu një ven, mi pre një 2-3 vetë, që mu tu tjertë e me sunu pasha ta më në atë ven. Gjithë natën baba i shkret s'flejti, a thu tash pasha, ku me di qka më bën. U qut nesit e përshkon, kur hini aty, përshet djallin e vetë. I shbo pash. Ne i se u falë me ta. Pi thët, mërë babë, tha, a përshet, tha, ku këm ri?
Tha pa i mërë gjalli jem, tha mirë, tha veç. O dashta, kur më ki qu fjallë, më kalzu që për të thret djalli. E jo thët gjithë natën s'ma morë gjumi pi kasaveti, shka për më dënë pasha, thu. Po vish baba pëshe, ju më bo pash. Tha pash ko ke bon, vesh njeri ju. Ishin ka një 3 vllazën të nuson. Vllau i madh, pak si Mazanatli, i shkon hip në podin, e nëjke ata dyja qetshin gratë që nej për rreth. Dikush e ardzaj ke fijet e mledhshin ka pake. Edhe të e nuson në naj as një as 2 të rrshet me një palë son në tokë. Nuk u vra, po jerdhi natë që e pa në gratë. Edhe u qu si rep, tha bre kur s'm ka ndodhë kjo punë. A i njoni vlla tha, që shpëthu bre vlla se vallaj vjetë i rëzu pitale, a din kur i ranë tokë. Po e de, tha dhe që atëherë. Dikur, edhe a i tjetëri vlla, tha vallaj bre vlla u jem, edhe vjetë që kanë rëdzu në livat gatë për i sonë dhe kanë vra këtë gjafër që kanë sakatu. Po një me tha që atëherë këtë në kanë rëdzu. Po, nesh janë dë njerës që ju bojnë vaki do sene që shtu për nuk i pranojnë, mundohen me më shef. Po, pun të këqia shien. Ishin kanë mbledh burrat në jod edhe po flasin për punë të musafirëve. Dikush është mirë më tarë musafir të mi prit mire, dikush anej, pa aty shkon qëllu dhe mu i loshi. Edhe, po thot, musafiri i ka 2 marifete. Një marifet, kur të vjen, është se vda në të burrave preti zoti shpisi, bani t'i barë, gëzohen edhe mashkuj të shpise, bësa një në fjallë të mira për tije. Edhe marifeti i dytë tha, është kur musafiri e din që e ka bon nejen tamon edhe qohë të shkon për shpis vetë. E këshin pa marrë një nuse, një katon, po aja nuse a i shkon e zez fort në ftyrë. E të nesë ditën e divanit, si u ka në adet, mledhen gra qika shkojnë me këshyrë nusën. Hinë aty, ungjën nusja në divan të nejtë. Si puna e grave, se të pamit s'do të me kesh, zote e ka falë qashtu. Po, s'dorohen gratë, bati hava. Tja nesën njona pe prek tjetën me bryll. Tha po e zez ka kje nuse, bre. Aja pi thët përse se jam le e dita sotit që so nusjet zez, kur s'pas na po. Qashtu o tjirat e ajo nusja dhe i njeu. Tha pasha zote më i gra, me mi dit ju të zezat që i kam, kur gjas jam e zez në ftyrë.